në të kaluaren nuk ka ndodhë që një antar i familjes me ngrën iftarin vetën. Është interesu familja, do me thonë që gjithë me ullë në sofër. Unë pra po them, asë 10% të këtyre të mirar që në ka thonë zotë sot nuk i kemi pas para luftës. Po kënaqësia ka qenë, mund të them, shumë e madhe se sa sot. Na sot thëmë, kemi tavolina, frigorifera, plot e artikuje me mesazh, hajde në këtë iftar, hajde në atë iftar, por unë pra po them, ka ndodhur tash gjatë muajit Ramazanit ku më prezantuan 2 iftare, po në njërin prej tyre do të thonë ka qenë kur shtyse shumica aty që ishin ftuar nuk kanë agjëruar shumë. Atë pse ti fton një person ku nuk agjeron? Ti po bën një shpenzim. Po edhe ti që e ke pranuar ftesën, mund të treguar sinqert më thonë, jo tash një orë para iftar, më thonë valla po dal për 10 cigare se edhe pse ashtu gjë punë e Zotit nuk i tut, a den kur e pi para Zotit, si thënë, duhet ta tregojmë një etik, një moral. Edhe nëse ke arsye, për shembull, me ngrënë gjatë muajit Ramazan spaku, futu në zyre, pi një gotë ujë, edhe pse cigara zgjen e shprehje, për shembull sa ajo është për mua një luks edhe është një sëmundje, sepse dëmton shëndetin. Po duhet ta kemi një etikë edhe në publik. Se më ka ndodhur për shembull rasti në vitin 2018 ishte procesi i blerjes së xhamisë në Zvicër, edhe më njëherë mas Bajram, mas drekës, ishte Ramazan, u dëshëm i dërgu disa dokumenta para organeve të shtetit, edhe ai i qiti 2 gota ujë, i tregoi që mazhërushën nuk e ku vetëm gotën time, e ku dhe gotën e vet nga tavolina, me të respektu fenë tënde, edhe Ramazan edhe agjerimin. E sot kjo është pyetje shumë e rëndësishme, sepse nuk është ka i kushtohet fare rëndësi. Për shembull, kur ka ndodhur që në Ramazan ti me pa dikën në rrugë, domethënë me shishe në dorë. Te gratë është pak më ndryshe. Sepse gratë kanë periudhën e ciklit menstrual kur aty lejohet me ngrënë, me pi, me hangër, pas Ramazanit ato e kompenzojnë. Po meshkujt nuk kanë menstruacione. Ose plak ka qenë, po edhe nëse nuk ka mujt me agjëri ka ardhur turp, që ai domethënë me ngrënë para të tjerëve. Domethënë ka humbur marrja. Profeti sa më ka thonë, kur s'ki marrë, kur s'ki turp bëj çfarë duash.